për planin tuaj në këtë konferencë. Falenderoj edhe të gjithë shërbimet, oficerët e përgjithësore shërbime që u angazhuar në këtë hetim. Falenderoj po ashtu prokurorin e çështjes për një punë mjaft të mirë që ka bërë në dokumentimin e ngjarjes në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha organet e tjera ligjvatuese. Po ashtu duhet t'ju falenderoj dhe juve për planin, duke pasur parasysh që hetimet janë në vijim dhe mund të cënoj apo dëmtoj hetimi apo të cënoj sekreti hetimi në një moment të dytë. Jemi të hapur për komunikim me publikun dhe media për dhënë detaje të reja që do të dalin nga ky hetim. Megjithatë, jemi të hapur për ndonjë pyetje që vjen nga ana e gazetarëve dhe që nuk cënon sekretin e hetimit. Atëherë, zoti Hitaj, patjetër që goditja e këtyre fenomeneve kriminale, goditja frontale pra kërkon një strategji jo vetëm të mirë studiuar, por edhe një bashkëpunim gjitha organeve ligjvatuese. A jeni përballur gjatë këtyre operacioneve me rrjedhja të informacionit? Deri në këtë moment, edhe në këtë operacion edhe në operacione tjera që kemi zhvilluar në ngushtë me prokurorinë e Fierit, nuk kemi pasur asnjë dekonspirim dhe asnjë dalje të informacioneve në fazën praket të hetimeve deri në këto momente. Kështu që besoj ky bashkëpunim i mirë dhe kjo frymë e mirë bashkëpunimi dhe koordinimi me prokurorinë, me agjencitë e tjera ligjvatuese dhe me forcat e policisë që janë në ndjekje të operacioneve dhe të procedimeve të tilla, nuk do ketë rrjedhje të informacione. Zoti prokuror Laurita Roshi. Prokuroria e Fierit dhe të gjithë prokurorët e kësaj prokurorie janë të vendosur në luftën kundër kriminalitetit jashtë çdo presioni apo ndryrje të paligjshme. Ndihemi plotësisht të sigurt që ta ushtrojmë këtë detyrë në lidhje me kushtetutën dhe ligjin. Një pyetje, Xhamil Berari, televizioni Syri. Një pyetje për të dyve. Shpeshherë grupet kriminale të Fierit janë quajtur si akademia apo universitetet e krimit. Çfarë ka bërë policia dhe prokuroria për t'i eliminuar, për t'i çmontuar trupën e pedagogëve dhe të studentëve të fshatra të krimit në Fier? Prokuroria e Fier është plotësisht angazhuar për të luftuar të gjitha veprimtaritë kriminale, pavarësisht subjekteve apo personave që janë përfshirë. Për ne nuk ka të paprekshëm për prokurorinë e Fierit, kështu që të gjithë do jenë objekt hetimi në rast se do ketë çështje penale dhe në çdo rast që do konstatojmë apo do vërtetojmë që me prova që janë përfshirë pavarësisht subjekteve, ne jemi të vendosur për ta çuar para drejtësisë. Dhe kjo nuk ka asnjë diskutim. Edhe ky operacion i sotëm tregon më së miri që policia dhe prokuroria së bashku janë në krye të detyrës dhe tregon që çdo veprimtari e jashtëligjshme dhe kundërligjshme do goditet me ashpërsinë e ligjit. Kështu që siç ishte ky operacion ku besoj rezultatet janë shumë të mira dhe domethënëse, kjo përgjigje do jetë për të gjithë. Kështu që s'ka vend për aludim për grupe apo për akademi dhe studentë që thuat ti. Faleminderit.